E kuptueshme. Po mirë, kjo shëpulla, sikur përçau pak shqiptarët, banorët e Big Brotherit, Bernard, janë përfaqësues të shqiptarëve? Jo, as pak nuk janë përfaqësues shqiptarëve e para punës sepse shumë nga banorët nuk është se ndjejnë ose e bëjnë këtë gjë. Okej, është pak e kontradiktore fakti që ndryshe thënë edhe ndryshe bëjnë. Por duke qenë një person që i evitoj etiketat dhe i mbështes faktit të unifikimit. Unë personalisht si Bernard mendoj që ne kemi qenë gjithmonë një komb, fatkeqësitë na kanë ndarë, dhe ashtu do jemi për jetë, me kufi, pa kufi, për mua nuk ka rëndësi si Bernard. Por nuk mund të jem dot përgjegjës për se çfarë mendojnë banorët e tjerë në shtëpi. Dhe kishte momente që pyesja veten, ok, po pse je vetëm ti që e suporton këtë gjë, ose pse nuk u çut dikush tjetër thjesht për respekt, kur gjesti hyri në shtëpi ose kur gramozi doli nga dhoma e surprizave. Por pastaj kuptohet që kishte momente që vërtetoja që ok, nuk ishte ashtu me të gjithë banorët, ose nuk ishte ashtu me një përqindje të lartë, ishin vetëm disa banorë në momente sipër ose në gjak nxehtësi që mund ta përdornin këtë gjë për të fituar në mendjen e tyre një debat, pa i thirrur mendjes që në fakt kjo gjë është shumë shumë e shëmtuar për të thënë, për të bërë, etj etj. Kështu që mendoj që në lidhje me këtë, çdo gjë që e ka të kaluar çdo limit ka qenë nga gjaktësia e sipër.